të tretë, në fakt, s'kom punu, kështu që ke kënaqësi për mu me punu prap me ta. Edhe procesi ka shku shumë mirë, edhe mendoj që ka pas edhe një rezultat shumë të mirë. Ato rezultatet edhe gjitha emocionet e duke që buhen bashkë të punës në premierë. Që shë e kujton premierën me që kemi edhe rishtë? Ka qeni emocion, se për një me, kur jetu e punu shfaqen edhe s'ki publik, nuk e dinas që shkan me reagu edhe publiku është një pjesë rëndësishme e shfaqes. Nuk e di, premiera për mu gjithë është shumë me stres, jo për mu, po për krejt aktorët normalisht, po kemi kalu jashtë zakonisht mirë dhe u prit shumë mirë. Njëjtë besoj, edhe pse shfaqje tjetër me bashkëpunëtor të tjerë, aty ishe krah Irenës më 20 shkur tek Nyja e Gidionit. Çka i dallon këto dy procese të punës? Dalojnë shumë sepse është komplet në natyrë tjetër prej shfaqjes të parë. Kjo ka qenë, këto jemi veç unë edhe Irena, edhe kom pas rol ma shumë, kom pas hapësirë ma të madhe, po edhe tema si tema, edhe pse tema e shfaqjes Gërdia ka qenë e ronë, kjo ka qenë edhe ma e ronë. Provat kanë shku shumë mirë, po jënë konë shumë emocionalisht ngarkume, shumë intenzive emocionalisht, sepse nuk ka shumë mizanskenë, s'ka shumë lëvizje, nuk është që është shfaqje fizike, nuk ka shumë, gjithë shka është e brendshme, se cili sen që e jep është prej brendësis, e që ajo u konë sfida ma e madhe. E bënë ma të fështirë? E bënë shumë ma fështirë, sepse nuk ki diçka tjetër për pas asajt brendshmes. Kështu që po ka qenë krejt ndryshe, po është një prej projekteve që i kom dasht mas shumë të, edhe pse u konë mas sfiduse, edhe ma e ronë edhe gjatë provave. Për shambull, kur kishim momente caktume që ishin shumë ma emocionale, ose në i shpërthim, thëshim, hajtë që sot përbojna për shambull pak ma teknike, din mos të boj me krejt emocionin, mos të japim krejt, din po. Edhe provojshim me bo që ashtu edhe prap ma ndej diqysh unë ndikojshim, edhe prap se prap e bëjshim komplet provën që duhet me bo, edhe thëshim mos po hargjohemi, edhe vjen premiera dhe se ki as një lot, as një emocion, as kur gjo, po jo, s'ka ndodhë, kemi jep 5 herë, edhe shpresoj që kemi ardhë me po edhe këtë shfaqje dhe Gërdin, të pres në prill, i kemi reprizat, sepse nuk e qenë, po? Jo, s'kam qenë, fatë. Që në prill i kemi, të dyjat, kështu që... Super, njëtën ku po shvizoj prej rastit, që me ju thonë të gjithve që e kanë humbë deri tash këto dy shfaqje me i po, pas kemi reprizat në prill, kështu që me u bu gati me pa diçka të bukur. Për posë saj pjesës së emocionit në këtë shfaqje, që ishe veç për krah Irenës, ku dallon tjetër kjo puna e të ndarit skenën me vetëm një aktor edhe me një grup më të madhë? Dallon shumë, në fakt, sepse kur ka pak aktor, ki hapësirë ma të madhe, normalisht edhe si aktor, po edhe gjatë procesit provave ki hapësirë ma të madhe me bo prova për pjesën tonde. Për shambull, nëse është një proces, një shfaqje me 16 aktor, ose 20 aktor, një ansambël i madh, është ma kolektive, po njëkohësisht ka edhe ditë që nashta nuk të vjen rani me dalë në skenë, ose edhe jetu prit shumë, e që ajo pritja të lodhë ma shumë se sa puna që e bënë skenë. Kështu që dinamikat e ndryshe për shembull gjatë pauzave, sepse jemi ma shumë njerëz, po unë e preferoj me konë ma intime edhe me pas hapësirën ma të madhe. Normalisht besoj që secili aktor e kish preferu. Kur flasim për këtë, pra lidhja e aktorëve në shfaqje duhet të jetë shumë e afërt me publikun. Cili është ai raporti yt me ta? Çka mendon se lidhen ata më shumë me Majlindën? Publiku? Publiku është pjesë e shfaqjes, është nashta si partner me ekipën, me shfaqjen, sepse gjithë frymarrje ti e merë prej të, në qka do që jep edhe të kthehet, ose ka njëherë për shembull ndodh. Nuk e di, ka momente që reprizat gjithmonë janë edhe si premiera, sepse nuk më varet çfarë publiku ki, ka njëherë publiku është ma i ri, edhe ti e ndjen energjinë që publiku është shumë i ri, ose ma i harishëm, ose ma serioz. Edhe që ato që ta servën publiku ma ndej edhe ty të ndikon ashta, ose kundërta, shka i jep ti, qyshe servën ti. Edhe në kritë është një farë bashkëpunimi pa thënë, po është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme për shfaqjen. Nuk mujmë na pa ta, as ata pa neve. Nga përvojat e deri tashme për shfaqjet flasim, a konsideron, ose a ke pas rastin nga ndonjë rol i japu në një shfaqje,
që konsideron që publiku ka ndryshuar mënyrën se si të ka pa. Pra, s'kam pas rastin të shohin më herët dhe ja, kanë arritur një shfaqje dhe pastaj të kanë dhënë ca komente që si kishin menduar më përpara për ty si aktor. Nashta, po nuk e di a është një rol që determinon që atë kthesin ose ndryshimin të një aktor. Është se cili rol ndikon diçka, e ka peshën e vetë edhe mandej të ndërton edhe të formon edhe të bjen që aty ku je. Edhe nashta në i rol që s'ka pëlqy, nashta edhe në i shfaqe që nuk je shumë krenare me to, ose në i projekt tjetër, në i film. Po se cila e ka po punën e vetë edhe ke mësu nashta diçka prej një shfaqës ose një procesi që sukon shumë i mirë, po në procesin tjetër për shkak që asaj që nashta rezultati sukon shumë i mirë në procesin e kaluar, po nashta procesi u kon i mirë, mandej merr diçka prej saj edhe del shumë më mirë në këtë shfaqjen tjetër. Kështu që gjithmonë lidhen këto mes vete edhe nuk menoj që është veç një që më me veçu, menoj që secila e bën punën e vet, secila ka peshën e vet për me mrime të formsu. A ka në kapitull që Majlinda akoma se ka tregu si artiste? Me që projektet vinë me histori të ndryshme, vinë me kërkesat të ndryshme, pra aty ku fletë më shumë fjalla, aty ku fletë më shumë emocioni, aty ku fletë më shumë mimika. Pra janë, si me thonë, tipare të shumë ta që ka mundësin edhe bëjnë aktorin që ti vëjnë në pah për vetën e ti si atribute që i gëzanë. Po, nashta si kapitull që po thu, nuk e di, mdoke që se cili aktor, nashta as vetë nuk e din, po ka kapitull që kanë me ardhë, që as vetë se kanë ditë që nashta kanë që ato mrana vetës. Edhin ka procesi, nuk është e domosdoshme me kohën se cili proces i tillë, po ka procese ku ti e she vetën, nashta tu dalë për qasaj zonës të komfortit që e kje dhe e she tu bo diçka që nashta nuk e kishe besu që mundet diçka t'il me dalë prej këteje. Jenë zbulim edhe të vetë vetës. Po jenë zbulim konstant, jenë zbulim, kështu që sigurisht që ka jo një kapitull, sigurisht ka shumë kapitull që as vetë nuk i di, edhe besoj që edhe kolegët e mi kanë të njëjtin mendim, po për që ato është shumë e veçantë, sepse gjithmonë je në kërkem, gjithmonë je tu dasht me zbulu diçka, me ndërtu diçka tre. Më nashta mos mu përsërit, me që ka mund është me ndryshu, mu transformu, shtë që pa tjetër që po. Kjo, se më nga të punve me këtë të mos me u përsërit, a i bën kjo që andej aktorët ti kenë ca kritere për rolin e radhës që duan të bëjmë pra që të mos bindesh, ose të mos jenë frymës njëjtë, ose cilat janë 3 pyetjet e para që Majlinda bën kur i ofrohet një rol? Kur i ofrohet hala pa e pranu? Po, hala pa e pranu. Pra si një ofert, një regjisor të thret, kam këtë skenarin, kam këtë iden, varësisht në çfarë faze është? Nuk e di, mendoj që nashta e para kish me qenë teksti ose skenarin, rastin e filmit, roli, edhe nashta koncepti ose qasja e regjisorit ndaj materialit, sepse ka njëherë mund është me dash shumë tekstin, mundet më konë shumë i mirë, ka njëherë edhe roli, edhe të dyat janë shumë të mira, po nashta regjisori vendos që tekst që ti e dënë shumë edhe që atë rol që e dënë shumë vendos nashta me ndryshu, nashta ti e shes si real naturaliste, edhe ma ndej dënë me eksperimentu pak, edhe me po diçka ma absurde, edhe nashta nuk të pëlqen qasja ose koncepti, nashta të pëlqen, se s'do me thonë, do mësë dëshmërisht me bo njëjtë, me bo qysh teshe, sepse në fundit është andra e regjisorit edhe ti ki me punu me ndërtu andrën edhe me realizu andrën e regjisorit. Kështu që nuk do me thonë që pa tjetër është veç teksti, ose veç roli, ose veç koncepti, po duhet me koni farë simbioze pak mu lidh të trija që me thonë, okej, nashta që kjo është diçka që unë po du me bu. Edhe për që ata që them unë përsërit, po, edhe aja, nëse ki një rol që po thuti e kom pas rolin e fundit të Nyja Gidionit, është shumë pak flet. Unë kom pas shumë a pak se sa Irena në aspektin e dialogut, në aspektin e tekstit, edhe ka qenë nashta ma statike si rol, edhe nashta nëse më vjen një rol tjetër që ashto, nashta kësha konsideru ose rikonsideru, apo du me vazhdu me bo diçka që mundet pak me ngjasu me rolin e para prak.
kështu që po. Me jalon ekskluzivën asaj, pra nëse ka qenë një rol që ka folë më shumë për mes gjuhës së trupit, mos ta bëjmë edhe të njëjtin. Mund ta bësh. Po, nashta mund është ma vonë, po jo me njëherë. Çka do ta qënte Majlindën, ose çka edhe e ka qu ndonjëherë, në çfarë përmbajtje të tekstit, të skenarit, do t'i thoshte jo Majlinda, ose i ka thënë jo deri sot. Pra ku i ke ato stopet nëse ke? Nashta prap, po përsëritna, po që ato 3 pyetje që më bone. Qëndrojmë që to, a? Që ato janë sepse nuk e dija ka diçka tjetër. Nëse nuk je kënaqur me skenarin, ose me tekstin, me rolin, konceptin, mandej nuk është që ki një motiv shumë të madh me qenë pjesë e saj, edhe nëse ti nuk e jep 100% në një proces, në një shfaqje, nuk besoj që është fair me thonë po, me pranu diçka kur nuk je e gatshme 100% me jep maksimumin tënd. Unë e thash edhe në fillim për shikuesit që i nga aktoret me cilën jemi krenu me të anë të drejtën në shumë prej punëve tua, nëse ti e krenare për vetën, i gjithë populli po ashtu, sepse i gëzohemi sukseseve të shqiptarëve, në veçanti të vajzave tona, që po mduket po e bojmë punën më të madhe me të anë të drejtën. Për ty, çka do me thonë, Majlindë? Pra, të duar të rëkitesh prej vendit tënd, po, e ke përjetu si ndjejmë prej vitesh, ama të shkajlësh edhe të prekësh një sukses për te kufive, edhe të marrësh edhe duar të rëkitje ndërkombëtare, skenave ndërkombëtare, ku dalojnë këto të dyja për ty? Nuk e di qysh e kisha dallu.